Këtë të martë ka nisur dhe po vijon në qarkun e Korçës numërimi votave preferenciale të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku deri në orët e pasdites të së martës nga raportimet zyrtare të KZ-ve respektive në Korçë dhe Pogradec është ky rezultat votimi. Jorida Mazelliu 2357 vota, Kristiano Kocibelli 1386 vota, Genti Ançala 1340 vota, Genti Çela 1302 vota, Andrea Mano 1151 vota, Fidel Kreka 1127 vota, Enton Çaçani 703 vota, Edmond Spau 517 vota, Brunilda Prifti 130 vota, Elsuida Vila 98 vota. Bledi Çomo 3289 vota, Ilirian Pendavinji 3095 vota, Besa Spau 2006 vota, Enslem Vera Zake 1697 vota, Vinjola Rota 1613 vota, Gëzim Gora 1387 vota, Ariania Uplari 1324 vota, Alfons Oldashi 824 vota, Vasil Steriovski 420 vota dhe Eridion Rustemi 127 vota. Ndërkohë, kujtojmë që në listën e mbyllur janë Niko Peleshi, Romina Kuko, Genti Lakollari, Ivi Kaso, Ledina Alolli dhe Bledion Nallbati. 3 të parët i përkasin subjektit politik Partisë Socialiste, ndërsa 3 të dytët i përkasin subjektit politik PD-ASHM. Pra ishte ky votimi preferenciali i kandidatëve në rankim qarku. Ndërkohë, le ta shohim si qëndron ky rankim në Bashkinë e Pogradecit. Genti Çela 1220 vota, Genti Ançala 958 vota, Kristiano Kocibelli 182 vota, Andrea Mano 144 vota, Erton Çaçani 122 vota, Edmond Spau 117 vota, Fidel Kreka 96 vota, Brunilda Prifti 80 vota, Jorida Mazelliu 62 vota, Elsuida Vila 7 vota. Bledi Çomo 2982 vota, Alfons Oldashi 803 vota, Vinjola Rota 227 vota, Besa Spaho 210 vota, Ariania Uplari 208 vota, Ilirian Pendavinji 186 vota, Enslem Vera Zake 96 vota, Gëzim Gora 44 vota, Eridion Rustemi 17 vota dhe Vasil Steriovski vetëm 4 vota. Ju kujtoj se lista e dytë e votave të lexuara i përket Bashkisë së Madhe të Pogradecit, saktësisht qendrës zonale të administrimit zgjedhor numër 70 këtu në Pogradec. Momentalisht më të votuarit në qark rezultojnë Bledi Çomo me 3289 vota dhe Ilirian Pendavinji me 3095 të tilla. Ndërkohë në Pogradec kandidati më i preferuar është Bledi Çomo me 2982 vota dhe i pasuar nga Genti Çela i PD-ASHM me 1220 vota. Në qarkun e Korçës janë numëruar 145 nga 422 kuti votimi, ndërsa në Pogradec janë numëruar 38 nga 106 kuti votimi. Ju kujtojmë se numërimi vijon për votat preferenciale dhe për informacione më të reja, na ndiqni në rrjetet tona sociale, Facebook dhe YouTube.